Një aksident i rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në aksin rrugor Lezhë-Milot, ku si pasojë një kosovar ka humbur jetën dhe 2 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Fatkeqësisht viktima ka mbetur shoferi i automjetit. Nga aksidenti janë lënduar djali dhe motra e tij, të cilët janë transportuar në spitalin e traumës, ku po marrin ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetë. Sipas policisë, viktima ishte shtetasi i Kosovës. Në lidhje me ngjarjen e rëndë është shoqëruar drejtuesi i kamionit. Rreth orës 4:30 minuta në aksin rrugor Lezhë-Milot, një automjet tip kamion me drejtuesin shtetasin AM është përplasur me një automjet me drejtuesin shtetasi kosovar KB. Si pasojë e aksidenti, drejtuesi i automjetit shtetasi KB ka humbur jetën në vend të ngjarje, ndërsa motra e tij FB dhe djali i tij shtetasi FB janë transportuar në spitalin e traumës, ku po marrin ndihmë mjekësore të ndodhen jashtë rrezikut për jetë. Drejtuesi i kamionit shtetasi me inicialet AM është shoqëruar në komisariatin e policisë së Lezhë, ku po kryen veprimet të tjera. Grupi hetimor ndodhet në vend të ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit, thuhet në njoftimin e policisë. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.